Mirëmëngjes. Ja tek jemi në kuzhinë për të gatuar, për të sjell aromat mira në kuzhinën tonë. Mirëmëngjes. Si e kemi ditën sot? Tash i themi drejtën, ka pas edhe më të mira. Dhe recetat ashtu janë. Disa janë... Patjetër që dikush pëlqen një recetë, dikush një tjetër, dikujt i duket receta e sotme më e mira, dikujt ajo e djeshmja. Bravo, kjo është. Atëherë kemi mëlçi viçi, faktikisht, me speca. Unë kam zgjedhur këto specat 3 kolore, do thoni ju. E dim që edhe po kemi 2, nuk është se doni ju, se të doni ju, ka dhe speca shkon me një jeshile, një të kuqe, një të verdhë, si të dëshironi ju. Por unë them gjithmonë që cilësia ka të bëjë shumë tek në shije. Kam mëlçit që i kam prerë kubik dhe më pas renditin të gjitha speci kuq plur, piperi i zi, kripa, tu kam një spec djeks, kam dhe kardamoni që vazhdimisht unë e them që është si puna e farës limonit. Normalisht e kardamoni, unë krionja, janë këto farzat e vogla. Janë këto farzat e vogla që unë duhet i shtoj kështu. Pra nuk e shtoj kardamonin të tillë me lëvoren dhe direkt e nis me këtë gjë. Qepën e kam shtuar në ujë dhe pakës fare vaj që të kemi atë zjerjen e duhur. I shtoj edhe vajin edhe i vë kapakun. Të zbutet qepa. Të më zbutet aq sa duhet dhe aq sa e meriton të qëndroj në procesin e duhur. Që të kërcas në gojë kur e konsumojmë. Kaloj të gjitha. Pra nuk dua ta bëj fare hudhrën në formën e pures. Ja u bë dhe kjo pjesë, të ta karamelizojmë. Mëlqit duket që janë të freskëta, se kanë dhe këtë shkëlqimin, po edhe këtë ngjyrën e bukur, dhe dihet që kur zgjedhim produkte, rreth parë shohim që t'jenë sa më të shëndetshme, sa më cilësore. Kam një domate. Dy që e kaloj në blender. Kam specat. Një larje shumë e mirë dhe unë nuk... Këto i quajnë kështu si speca zile? Po. Do të thonë që janë këto edhe për mbushje, edhe me një ngjyrë kanë dhe tulin. Faktikisht, e mirat dhe këto janë specat që përdoren për sallat dhe jo për gatim. Sepse dhe specat kanë funksionin e tyre. Janë për antipastat. Dhe unë zgjodha që të jenë kaq mishtore dhe jo për bukuri, po për vlerën që ka çdo spec, çdo ngjyrë. Tjetër është mishtori jeshil, tjetër është e verdha, tjetër është dhe portokallia. Kam dhe specin djeks në fund fare. I pres në ripa. Gjithsesi, e ka lezetin e vet dhe kështu me ngjyra. Patjetër që po ka dhe vlerat, thash nuk. Edhe vlera gjithashtu, shija, aroma. Ne kemi diçka dhe kjo është gjithmonë është rjedhoj shkak pasojë varfërisë. Po. Kur themun asgjë nuk duhet të jetë më indiferente, si njerëzit, si perimet, si në çdo gjë, si tek blerje, në çdo lloj blerje, pra, kudo çfarë rrotullohet, çfarë është në këtë gjithësi, asgjë nuk duhet të jetë indiferente. Sepse ne themi, këto janë speca të shtrenjtë, nuk po i marrim. Po ja, unë e thash pak më parë, po shkoj te pemshitsi dhe po marr një spec kuq. Jo, nuk është ashtu njësoj. Sepse tjetër është cilësia, tjetër është vlera. Është njësoj sikur them tani unë kam marmëlçi viçi. Edhe disi është puna, thotë, unë po shkoj po marmëlçi deri.
është pak më e lirë. Kam dhe një shprehje që malli i lirë shet shtëpinë. Pra jo mëlqeja deri që ofson do ta marr, e heqim pjesën fetare, forcohet. Po, dhe nuk është receta ashtu. Nuk është e duhur, nuk pra, e mbylle. Ai niveli shkret, ai sillet dhe shijen. Ai niveli luan tek të gjithë. Po. Dhe tek niveli që e lam bisedën, do të shtoj salsën e domates. Tek salsa e domates, shtoj direkt edhe mëlçit. Një përzierje. Pakës ujë. Gjë që unë nuk e shtova nga bimët aromatike që duhet ta shtoja, por shtoj pjesën tjetër. Do të shtoj njëkohësisht pluhurin e kuq, që është speci ëmbël ose paprika. Do të shtoj masën e kripës, sikurse dhe pakës fare një prekje piper. Do të shtoj një pjesë gjalpi. Gjalpi në çdo gatim është një sekret, le të themi, se ruan atë butësinë. Edhe shihen, nëse është gjalp i mirë, aromën e mirë. I vë kapakun dhe do të shtoj specin djegës kështu, sepse nuk dua ta lë edhe gjatë. Jo të gjithë e duan shihen në speci djegës, dhe kur kemi të bëjmë me fëmijët, nuk e duan dhe normal është që nuk e duan sepse nuk është për... E do t'i lë ato farat kardamonit aty, që edhe publiku të mësohet me imazhin, çfarë janë ato, dhe përdoren pastaj. Në gatime, po kam përshtypjen edhe ndonjë çaj përdoren. Patjetër. Përdoret në çaj, përdoret në ëmbëlsira. Pra siç kam prerë copat e mëlçisë në shirita të gjatë, të mënyrë prerje ndjek edhe tek specat. Ja. Nuk më duhet speci edhe i shumt, sepse do thot, po t'ishte më i tepër, do thosha që do bëjmë speca me mëlçi dhe jo mëlçi me speca. Pra gjithmonë, titulli i parë që vihet është produkti kryesor është. Po, patjetër. Shiko, këtë gjë duhet ta shohim, se më kujtove diçka tani, shumë interesant. Duhet ta shohim këtë gjë edhe tek paketimet, etiketat e produkteve. Për shembull, bëra dje një test me një çokoladë të zezë, dhe ishte e njëjta çokoladë, e njëjta firmë, e njëjti paketim. E di çfarë, po mos ishte vëmendshme, ndryshimi vetëm ishte mbrapa etiketës, ku njëra çokoladë lexonte produktin e parë sheqer, po, që është e ëmbël, pastaj plur kakao, gjalp kakaoje, ndërsa çokolada tjetër po e njëjta, vetëm këtë ndryshim kishte produktin e parë, plur kakao, gjalp kakao, pastaj vinte sheqeri. Dhe unë zgjodha këtë të dytën, sepse mendova se nuk ka më shumë sheqer se sa e para, pavarësisht është komplet identike e njëjta. Kështu që produkti i parë ka shumë rëndësi në çdo paketim, sidomos te të ëmblat, nëse produkti i parë është sheqer, mos e merrni. Ose shifni më mirë me vëmendje për produktet e tjera. Shtoj masën e specave. Mëlçia sa më shumë të qëndroj, aq më tepër forcohet. E thashë, mëlçia e derit, që them drejtë, nuk është për përdorim, forcohet sa e shton në tigan. Pastroj dhe në fund fare do t'jem tek bimët aromatike. Një pastrim thikës. Po të duam, ne mund të shtojmë edhe në gjysmë tjetër, Pra ato do të zbuten pak, do të ruajnë ngjyrën, sepse e kanë këtë veti, dhe do të përhapin ato shijen e tyre karakteristike. Marr bimë aromatike. Edhe. Bimë aromatike do t'i ketë me shumicë.
si shtova kardamonin që t'i japi atë shijen e fuqishme. Shtojmë kumin, gjë që unë të piperi kam shtuar kumin edhe piper bashk, prandaj edhe është kjo mas që shikoni këtu. Op. Fillon dhe në pikset pak, trashet largoj lëngu nga specin. Përse nuk e kapa me pirun, ose sepse nuk dua që t'i lëshoj të bëj vrimat tek speci, sepse nesër thashun. Edhe nesër pa tjetër duke e fshirë mirë, duke vendosur në letër në membran, ne e përdorim dhe të nesërme, sepse nuk ka humbur vlerat aq pak sa unë e lash. Sepse është fara, ne themi, edhe speci ka është lëkura, që ka tjetër djegje, janë edhe farat. Dhe farat është normalisht është i gjithë koncentrati i djegjes. E përdorim sa për një prekje të lehtë me shtoj shijen. Bimët aromatike. Ngjyrat, aromat janë të fuqishme, bimët i freskojnë aromën e mëlçive, po ashtu edhe të specave. Nëse mëlçit i kalojmë në miell, është akoma dhe më mirë, sepse ka dy mënyra, disa nuk e duan, disa e duan. Autentike është pa miell. Unë them që mishi dhe çfarë janë këto produktet e mishit, e mirat është të kalojnë në miell, sepse të gjithë lëngjet mbeten brenda, në brendësi, sidomos kur bëjmë tek zgarat ose në ose bukon ose të tjera. Mbajnë lëngjet, trashat të lëngun, mirë tjetër shije. Unë nuk them miell, po thjesht është përkati dhe për këtë ne e kemi mundësinë që Ola na i ka dhënë dhe unë them është them gjithmonë, është ura lidhse e të gjitha produkteve. Po, absolutisht, qoftë edhe mielin e misit, një pudrosje lehtë fare. Edhe pakës fare këtu në fund, dhe e lëm të bëhet me rahatin e vetë, paja prishur fare, kur thonë tirosit, pare të lësunin. Absolutisht, me këto ngjyra dhe me këto aromë, ishte mënyra më e mirë për ta nisur ditën e sotme dhe ko e vrentur. Shohim pak produktet, si kemi strukturuar në recetën tonë të shkruar. Mëlçi viçi me qep të karamelizuara, 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë gjelle vaj, 2 qep të mëdha të griraimët, 500 gram mëlçi viçi, 250 gram tomate, 120 gram spec i ëmbël pluhur, 1 spec djegës i vogël, pak hudhër e grirë, 10 gram pra hudhër e grirë, 1 lugë çaj kumin, gjysmë lugë çaj kardamon, krip, piperi zi, majdanoz i freskët dhe me sa i lexova unë specat. Okej, kemi harruar të shkruajmë edhe 3 speca me ngjyrë, zile, kuqe. Nuk është e thënë, verdhë dhe po të donit kuqe, po donit jeshile, si çfarë të keni unë frigorifer? Thjesht ndahen vlerat. Ne duam ta sjellim kaq të bukur dhe duam të 3 ngjyra, se bëjmë maksimumin për ju, kështu që në shtëpi nuk na shef njeri dhe mund të heqim njërin apo tjetrën produkt. Ne kemi edhe pak tiganin të lutem, tiganin tjetër, që është për ta servirur gatesa mëlçit. Po, ku është gatesa që të filloj shërbesa? Ajkosjen e recetës të mëlçive me qep të karamelizuara dhe me speca. Sigurisht që do të ketë pak lëng për ta ngjyrë, për ta shijuar. Ashtu si që duhet. I provuam dhe ishim pjekur zjerë dhe mëlçit. Lëngun, ne e marrim me një lugë që është e vrima. Çfarë do të shkon tek ti gatimi, më së miri? Një bukmisri. Bukmisri, okej. Pastaj në qyta... Për lëngjet. Për lëngjet është shumë mirë, është që shkon pilafi dhe patatja. Po. E vendosim patatet në vend, pjekura, në vendin e vet. Gjithmonë. Në fund fare bëjmë një spërkatje shumë të pakët me... Çfarë aromë mirë që vjen. Ja, po e vendos në tryez dhe do ta shijojmë më vonë për ta testuar një recetë të re. Kjo ishte receta e parë me mëlçi dhe me speca, qep të karamelizuara, erza, veçuam kardamonin, kokrat e kardamonit, sepse japin një aromë shumë të mirë, shtuam gjithashtu edhe majdanoz koper, një bashkim i të dyja bimëve aromatike. Vendosëm në furrë edhe gjellën me mashurka dhe me mëllenja. Tani